Zvicër. Po, Linda, ne gjendemi tani në Gjenev, këtu ku është edhe dita e dytë në fakt e vizitës shtetërore që do të ketë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, nisur qysh nga ora 9 në mëngjes. Ajo ka vizituar një kompani hekurudhore e cila merret me prodhimin e pajisjeve të hekurudhës, njëkohësisht lokomotivave, por edhe trenave me kapacitete shumë të larta, e që ka disa pika në mbar botën, e që është Stadler Rail, nga ku vetë se e njëjta është fasionuar nga ajo që ka para aty për shkak edhe të numrit të madh të punësuarve, po njëkohësisht edhe kapaciteteve që kjo kompani ofron për të gjithë ata që janë të interesuar edhe në fillimet e studimeve të tyre, ku 70% nga ta vetë se janë të punësuar. Aktiviteti i cili ishte planifikuar për në orën 11:45, vizita pra në St. Gallen, është anuluar për shkak të motit, i cili nuk ka qenë i përshtatshëm, kësaj autoritetet zvicrane vetë se kanë rekomanduar e sugjeruar presidencën e Kosovës që ta largojnë nga agenda ditore këtë takim i cili vetë se ka pasur që të zhvillohet në Universitetin St. Gallen, nga ku kishin për të biseduar në lidhje me mësimdhënien dhe mësimdhënien si dy nga aspektet kryesore që vetë se njihet ky universitet këtu, por njëkohësisht zhvilloi edhe vizitat e tjera edhe me presit e vetë institucionit. Tashmë qysh nga ora 16 do të ketë një takim me Marko Atisarin, i cili është kryetari i bordit të Fondacionit për Paqe CMI Marti Atisari, pra është i biri i Marti Atisarit, Marko Atisari, i cili do ta pres presidentin Osmani, nga ku dhe do të diskutojnë në lidhje me çështjen e ndërmjetësimit dhe dialogut mes shteteve, edhe përmes pajisjeve të ndryshme teknologjike, nga ku kjo kompani ose ky fondacion, i cili është themeluar qysh nga viti 2000, vetë se njihet në këtë pikë dhe për funksionin e saj në shumë shtete, përfshirë këtu edhe Kosovën. Më pas diskutimit mbi trashëgiminë e lënë nga Marti Atisari për Kosovën, do të vazhdoj presidentja me një takim tjetër, i cili është takimi që do të zhvillojë e njëjta me mërgatën shqiptare, ku do të ketë edhe shoqata të ndryshme, nga ku do të kenë edhe pjesë artistike nga këto shoqata të cilat njihen edhe për kultivimin e traditës e kulturës shqiptare, me këngë e valle këtu në Zvicër, nga të gjitha vendet e tjera, por kryesisht do të ketë shoqatat të cilat janë në Meseli këtu në Gjenev, ku do të tentojmë që të kemi edhe biseda me mërgjimtarë këtu dhe të shohim se si po shkojnë aktivitetet e tyre, se edhe nga dita e djeshme, por edhe sot, por edhe në përgjithësi se si ata të njëjtit të funksionojnë, duke qenë se janë të shumt në numër, edhe që pothuajse zën vend gjithandej. Ne do të përcjellim edhe këto aktivitete dhe të gjitha ato informacione, por edhe zhvillimet e mëtejshme, do të kemi mundësi që t'i paraqesim më pas edhe në edicionin e orës 20 në Klan Kosova. Altioanat, faleminderit shumë për këto informacione të detajuara që na dhe.